Brother Radio. Ky është Big Brother Radio I parafundit. Zonja dhe zotrin, kam kënaqësinë dhe lumtur shumë të jem sonte me Danja Koka. Shumë faleminderit. Pritet ta nis edhe një herë. Një udhim I jashtëzakonshëm, emocionues, sfidë, gar. Danja Koka që domethënë nga mbiemri duket kështu Danja Koka me kokën lart, që na hyri si një ëngjël dhe që doli atë natën të gjysmë finales si rrezëllitëse dhe që nëse në gjykimin tim dhe nuk e di ndoshta po e te I kaloj duke shprehur pëlqyeshmërinë, po e kam thënë edhe her pas here në këtë program dhe kur kam komunikuar me të afërmit dhe familjarët e tu, nëse do të flasim për një model dhe për një vajzë shembull në këtë edicion të 4 të Big Brother VIP, kjo është Danja Koka. Oh, shumë faleminderit. Edhe këto janë herë e parë që luaj këto duart e bashkëqyr, mos kerti, mos e gela gjithmonë duke bërë kështu. Danja, sa ditë ke numëruar një nga një të gjitha? Po mi numëron të Laerti. Se Laertin e edhe kishim sa janë në Google total? 102, 105? 103. 103. Po. Edhe si do t'i përshkruaj e ti, domethënë veç këtyre që unë thash, që gati I kisha përgatitur, se unë është kthyer tashmë një traditë në hym në finale dhe intervistojmë finalistët dhe thoja kur ty ke Danja dhe do të them këto gjëra dhe pata mundësinë t'i thoja në programin tim si një vajzë të cilën e kam mbështetur, e kam pëlqyer, nuk dua të them lojën se nuk është E ti. lojë të paktën për ty, por një bashkëtesë me 40 persona të cilët nuk e di ai ke takuar ndonjëherë në jetën tënde dhe imagjino të rish në një shtëpi. Po, 2 prej tyre kisha takuar gjithë jetën time, gjithsesi me pjesën tjetër për aq kohë sa kemi bashkëtuar, unë ndaj momente shumë të bukura. Ka qenë ditë plot emocion, kanë qenë ditë plot sfidë. Gar, gjithsecili prej nesh jam e bindur ka patur një garë të madhe me shpirtin e vet, edhe me mendjen. Padyshim. Kjo gjë A kishe menduar Danja që do ishin këta persona brenda? Ja përsysh në radhë e vësi? Në radhë e vësi, po Okej. it's okay. Jo, flas para se të hyje, kishe menduar me cilët karaktere dhe njerëz do Mund ta të hasesh përshtatesha? aty, mund përshtatesh aty brenda. Unë kisha dëgjuar që Rozi do ishte, kështu që në mendjen time e kisha që unë me Rozin merrem me vesh. Nuk është se nuk u morën vesh, po kishte edhe momente që Më shumë u more vesh me Rozin apo nuk u more? 50-50, do thoja unë. 50-50. Po, 50-50. Kështu që kanë qenë ditë shumë sfiduese, kanë qenë ditë vërtet garë. Ajo shtëpi është e gjitha një garë. Domethënë ti zgjohesh në mëngjes, duhet të jesh aty e pranishme për gjithë dinamikat që ndodhin, për të kapur dinamikën e cila normalisht në varësi të interesit të nxjerr në prime etj etj. Kështu që sado I lodhshme të ketë qenë, për mua është deri më sot eksperjenca më e bukur që un kam provuar ndonjëherë. Po si ka mundsi këtë e thonë të gjithë kush del nga aty, pavarësisht vështirësive, pavarësisht karaktereve të ndryshëm që hasni, thoni kjo është eksperienca më e bukur që ke kaluar ndonjëherë. Sepse është një eksperiencë jashtëzakonshme. Mbaj mend që shpesh kur flisnim në shtëpi, fjalia ishte e tipit se në jetën reale apo në jetën reale thoya ne jemi në jetën reale, po jeta që ne bëjmë jashtë është e zakonshme. Tu brenda jemi në një jetë jashtëzakonshme. Prandaj them që është një eksperiencë jashtëzakonshme, është një eksperiencë që jo çdo kush do zgjidhte që ta niste, aq më pak ta vazhdonte, aq më mirë ta bitiste dhe ta përfundonte, se normalisht kërkon kurajo të madhe, kërkon guxim për hir të sfidave që t'jepen hera herës, kështu që jo më kot e kam cilësuar dhe kam përshtypjen për gjithë ata që kanë qenë pjesë e shtëpisë, cilësohet si eksperiencë jashtëzakonshme që nuk mund ta harrosh kurrë. Uroj të mos harrosh kur dhe ti mbash mend më të mirat asaj shtëpie që duhet thënë kam patur momente më të bukura të tuat aty se sa momente jo të këndshme ose të shëmtuara. Më të bukura kanë qenë ditët, më shumë kanë qenë të bukura se sa më pak. Po, do thoya. Po, është e vërtet. A e kishe menduar ti ndonjëherë që do të ishin 103 ditë, pra ti do të shkoje deri në gjysmë finale? Unë flas në fillim fare, se rrugës pastaj e projekton njeriu vetëm për finaliste, për fituese, për të gjitha me radhë, po në fillim. Duke e njohur veten se sa... E di që Danja ma thuj pas publicitetit. E pyeta Danjën pak më parë nëse kish menduar ndonjëherë 103 ditë veten aty brenda, I kërkoi regjisë gjithashtu edhe bestin e klipit tënd që ishte shumë I bukur. Ishte vërtet I bukur. Vërtet Danja e kishe imagjinuar që do të shkoje kaq larg, shiko tek kjo.
Po, unë kam thënë aty brenda që ai montazhieri është fantastik. Se na ka bërë ca video për momente të bukura. Ku jam? Te cila kamerë jam, Danja? Ku jam? Jam këtu. Okej, dhe pastaj. Po se kërkoja që të më jepnin pak directions për shkak të jo fustanit, jo çdo gjë. Na rën vësët prap, mo ç'është ky sy, mo ç'është ky sy. Okej. Syrin e kam pas edhe brenda unë. Ashtu, xheloze, po, tik xheloze ato. Cili ishte syri më xheloz aty brenda, Danja? Do ta mbaj për vete, besoj publiku e ka parë. Ose më thuj disa syrash. Publiku e ka parë. Më pyete për fillimin tim. Po, pastaj dalim te këto. Po, më pyete për fillimin tim. Të pyeta por ai kishte menduar veten 103 ditë brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Unë e kisha menduar deri në finale, me të drejtën. Pra që ditën e parë që hyre, se do shkoj aq larg. Nuk e kam patur kur problem këtë vetbesimin, nuk është çështje arrogancë e tjerë. Absolutisht. Ja dia vetes ato vlerat e mira të mijat. Ndaj mendova që Danja forca, si do të shkoj, më kupton, ti nuk do dorëzohesh edhe minimalisht syno finalen sepse gjëja që ty do të lartësoj tek e fundit. Ti nuk ishe në finale sepse? Po sepse janë ca kompromise të cilat unë nuk kam zgjedhur t'i bëj asnjëherë me veten, edhe i qëndrova besnike vetes, Danjës. Mos ndoshta gjithashtu edhe lidhja e Egli Gjesti që javët të ditët e fundit ishte shumë, si me thënë, as mish, as peshk, as po, as jo, ata me njëri tjetrin, ndoshta publiku ishte më kurioz, ndoshta kjo marrëdhënie e Rozit dhe Gertës ishte më për tu parë rreth javëve të fundit. Do me thënë, ishte për fajtet të tjerëve, apo ti ndoshta gabove diku? Diçka nuk shkoi mirë. Unë e kam thënë edhe kur dola që unë nuk pendohem për gjithë rrugtimin tim, po normalisht e kam një mendje pak a shumë të zgjuar dhe nuhance për të kuptuar që publiku tek e fundit do të kërkoj të dinamikën e madhe që ka qenë në të gjithë rrugtimin e Pikut. Ata do t'i kërkonte në finale domosdoshmërisht. Gerta me Rozin ishte një dinamik që ishte parë shpesh, ishte një dinamik që publiku ishte lodhur me të, pra me zënkat edhe me gjithë gjendjen që ka qenë mjaft agresive në shtëpi, normalisht ata ishin mësuar dhe javët e fundit, ditët e fundit, në rast se unë do isha me të thënë drejtën e shpirtit, pjesë e produksionit, njësoj do dhe e publikut, njësoj do e kisha dhe unë, tani ne jemi këtu, dhe gjendja është që duhet më e mira në ato 6 ditë. Publiku vendosi që më e mira në ato 6 ditë do ishte marrëdhënia e dashurisë. Dhe me që jemi tek marrëdhënia, se pas dasme, sa bukur do përmbyllej marrëdhënia e tyre. E kuptueshme. Pas dasme ata biseduan me njëri tjetrin dhe ishin, po i tregonin Rozit që i kishin bërë vet listën e të ftuarve dhe kemi ftuar Danjën, pse nuk erdhi Danja, pse nuk shkove Danja në dasëm. Unë nuk e dija. S'kishe çat vishë. Po çfarë do vesh? Se në moment të fundit çfarë do vesh? Kishe një qok, një gjë. Unë kam patur njerëzit e mi të mrekullueshëm që janë kujdesur për të më kuruar. Dhe me thënë drejtën ke shkëlqyer. Shumë faleminderit. Faleminderit Endrit Mertirin e përshëndes. Jashtëzakonshme për mua. Një shok jashtëzakonisht i mirë edhe ka kuruar çdo detaj timin. Primet unë e dija edhe nga brenda që veshja ishte perfekt, po kur dola dhe pash të gjithë që aty ishte një entuziazëm i papar. Kështu që atje nga më të veshura, ndër vajzat e veshura më bukur të këtij edicioni. Shumë faleminderit. Se ka patur disa, po në top 3 unë mendoj që kam qenë e veshura më mirë aty dhe kjo është nuk e diskutoj fare, domethënë. Se më doli ky moment i dasmës. Ti nuk shkove në dasëm sepse? Po unë nuk e dija në fakt që këta se unë nuk e pash. Pra kur kam dalë nuk është se e kam parë Pikun. Jam marrë me rehatin time, ishte zgjedhje të mos e shohësh apo ke qenë ngarkuar edhe doja faktikisht të shkëputesh pak nga gjithë gjëja. Besoj është një gjendje emocionale që disa për banorëve nuk e di tani se s'dua të flas në emër të askujt, po e kisha të rëndësishme që të merresha me veten time. Dhe unë planifikova që t'isha jashtë, mos t'isha nuk e dija fare që këta do bënin një dasëm me tjerë. Kur mora vesh që më kanë ftuar, unë e kisha një angazhim shumë të rëndësishëm dhe nuk isha në Tiranë. Ata madje aluduan, tha Danja, nuk ka gjas atje në Tiranë, tha se po t'ishe do vinte diku jashtë mund të jetë. I dëgjova dhe mendova vërtet tash e shikom ka njohur
mirë sa kam qenë aty brenda, se unë nuk kisha e doja shumë që t'isha, se e kuptova, domethënë ma thanë që të dy më kishin ftuar, edhe Egli edhe Gjesti. Edhe po nuk munda, e kisha shumë të rëndësishme atë gjë. A mund të më listosh Danja disa për njerëzve që i patë më Xhan aty edhe disa më pak? Xhan kam patur Eglin, kam patur goxha Xhan. Nuk e ke më? Loren gjithashtu ti pyeta, ke patur brenda? Bëri dhe një pyetje tjetër Danja tash. Jo, absolutisht. Unë kam qenë shumë e vërtet me gjithë ata që kanë qenë aty brenda. Ndjesitë mia kanë qenë jashtëzakonisht vërteta për këto emra që do përmend tani. Me Rozin mund të kemi patur momente të vështira me njëra tjetrën, po kanë qenë prapë të vërteta, dhe ajo ka qenë e vetëdijshme për këtë. Kështu që me Rozin, me Eglin, me Gertën kanë patur momente shumë të sinqerta, paçka hatërmbetjeve të caktuara që tek e fundit shkojnë e vinë, për shkak të bashkëtesës aty edhe të gjithë garës që bëhet. Gjestin e përmenda? Jo, harrove. Po. Me Gjestin me të drejtën për t'u habitur, nuk është se kishim ndonjë shoqëri të madhe. E kemi vënë re. Por kemi patur momente të vërteta. Do të thotë, ai më shikonte që unë isha e mërzitur. Çaki je mërzit, mos u mërzit. Jeni marrë vesh edhe nga larg do të thuash. Ose unë shkoja aty. Kemi patur momente që mund t'jemi zënë, por kanë qenë të pakta. Shpesh ai vinte dhe thoshte o Danja, di qysh, unë s'po muj me të nguc ty. Domethënë nuk po muj me u zën me ty. Kështu që me këta ka qenë shumë si e ke ruajtur shqetësinë, si e ke ruajtur shqetësinë, këtë paqen, këtë mirësinë që ke, si e ke ruajtur 103 ditë më motër kur aty ka patur njerëz që nuk e di çfarë ashpërsie, çfarë debatesh të forta, çfarë zërash të ngritur, çfarë përplasin gati. Dhe ti fliste Danja, pastaj qetësoheshin edhe ujërat. Unë mbaj mend që dhe disa shumë prej atyre që kanë lënë shtëpinë dhe kur i pyesja për finale dhe për fitore, përmendin emrin tënd, pra ka qenë një periudhë që pjesa më e madhe, se shqyrëzotët kanë qenë këtu të gjithë, më tregonin Danja është në finale, Danjën e mendojnë si pretendente. Dua të them si i ke përjetuar këto ditët e qetësisë edhe si ja ke dalë këtij reality show deri në 103 ditë. Unë nuk e kam ditur, po kur kam dalë dhe kam parë që shumë prej atyre që kanë lënë shtëpinë, më kanë përmendur si finaliste, më kanë përmendur me fjalë shumë të mira, unë i falenderoj të gjithë ata. Në fakt ka qenë e vështirë ta mbash veten në raste kur ka sulme të caktuara, sepse aty shpesh e gjithë shtëpia, jo më kot e thash edhe përpara, kam thënë atje brenda që ka qenë një shtëpi goxha agresive, me vatra të ndezura hera herës përgjatë ditës, përgjatë javës etj. Po ajo që ishte shumë e rëndësishme për mua ishte që unë të mbetesha unë. Kam u lëritur dhe unë, kam ofenduar dhe unë. Po si dhe kur u lërise duket sikur të kishe seriozisht. Po shohë aty. Nuk, po se kështu e kam natyrën. Po çfarë e kam pas shumë të rëndësishme ishte që e kam thënë dhe aty, nuk mund ta kthej pllakën. Po për mua e rëndësishme ishte që në raste të caktuara kur sado i madh ishte agresioni, unë të mos e nxirrja atë tjetrin që kisha përballë, si e më kej sa aq do të thuash, po më kej sa mund ta nxirrte ai vete. Një moment i bukur më ndihmoni çuna me Ertilën, një moment i bukur ka qenë surpriza e motrës. Ua reagimi yt, po të shngriva, u shkrive fare dhe shikoj sa i bukur ka qenë ky moment o Danja. Ma bën me sy, ma bën me dorë, ma bën me sy, ma bën me dorë. Në atë moment u fikën dritat, edhe prisja që thash, opa, pas kemi një kështu nominim. Emocionova dhe vetë. Pas kemi një nominim live, thash, do më thënë jemi gjithë përballë një tjetrit, do nominohemi dhe dritja zinxhirin. Kur dëgjova zërin e Tilës, po të dish emocionet e saj që unë e pata në studio pas kësaj surprize. Doja shumë ta dëgjoja zërin e Tilës aty brenda, se e kam thënë aty që e kam paqe, edhe ka qenë momenti më
më emocional që kam pas në shtëpi. Ky momenti me Tilën. Ke patur disa, edhe ardhja babit, edhe ardhja vitës, edhe lulet e redit, edhe do të thënë ke qenë rrethuar me dashuri nga të gjitha anët. Vajzë me fat. Vërtet me fat, shumë faleminderit. Unë i dua shumë edhe jap 100% të danjës tek njerëzit që unë ndaj ditën me to, për ditëshmërinë time. Kështu që kam pas goxha momente emocionale në shtëpi. Po ky me Tilën ka qenë më fantastiku. Bukur ishte shumë. E prisja që të vinte besoj. Si dashuria mes motrave. Unë e prisja. Tila më ka thënë që keni punuar bashkë për shumë tekste të Tilës. Po. Ti do vazhdosh, ke frymëzim për të shkruar edhe të di që gjithashtu ke talent për poezi. Po kam, unë jam shumë modeste në natyrë dhe shpesh Tila ma ka bërë këtë që o ti Danja. Po motra ti mund të ma bësh mua, kam këtë këngë, mund të ma bësh mua këtë tekste. Po pse me zemra ime i themur? Po pse më lëshon mu këtë pesh më shpirt? Okej, unë ulem ta bëj me gjithë qef, më kupton, paraj sa mund të, po mbase të duhet, mbase të duhet një penë më arti, themun. Ka rezultuar e artë, përsa ko këngët e saj kanë shkuar shumë mirë. Po, tekstet janë bukura edhe këngët, mendoj që është zëri i Tilës që i bën jashtëzakonisht bukura. E bukur e shumë. Do shohim po kush kërkon në bashkëpunim me tekstesh, do ulemi dhe do shohim të. Nuk ka më tekste nga Rozana Radi, vetëm nga Danja Koka. Mos na mërzitet Rozi Aman. Shkojmë në publicitet, kthehemi pas pak. Zemra ime e ke shkruar ti apo jo? E kam shkruar unë. Sa e bukur është mi Danja. Thank you. Duhet ta besoj që e ke shkruar ti apo të pyesni shoqen time e ke shkruar ti apo jo? Ti verifiko sa të mundesh, kontrollo dhe besoj thon kësaj pune. Ashtu i thojnë. Ertila Koka mi mbrëma. Po na sheh në My Music në Digital me dashur, jam me një vajzë shumë të mirë, ishte Big Brother. Ertila, u emocionuam sërish me surprizën tënde, po ndenja thashun, pse mos ta marr Ertilën live edhe. Ku diun, a jeni takuar, a jeni çmallur me njëra tjetrën? Po jo. Po ku të çmallem, unë jam në Milano, mezi po e pres. Po si nuk erdhe ti për finale o got? Ka dal motra nga burgu. Tani jam mama, nuk jam më kështu hermali si ku isha dikur. Unë e di që keni shkëmbyer shumë mesazhe dhe telefonata me njëra tjetrën, po ne duam atë zërin që ta marrin vesh të gjithë se sa të lidhura jeni bashkë dhe kujt diun. Çfarë i ke thënë Danjës pasi doli nga Bigu? I thash që jam shumë krenare për ty dhe ke shkëlqyer dhe ky është viti jot, kështu që shumë suksese në çdo gjë që do bësh në vazhdim. E doja në finale? Pa. Por modeste. Ashtu erdhën gjërat dhe në gjysmë finale jam shumë e kënaqur për gjithçka që ka arritur. Modeste. Ndonjëherë nuk ka rëndësi finalja apo fituesi, ndonjëherë ka fitues moral dhe fitues model në çdo kompeticion që marrin pjesë dhe jo të motor ishte një prej tyre. Po, jam shumë krenare për motrën që kam edhe e kam thënë dhe 1 jetë i kisha atë motër do zgjidhja Danja. Të falja shumë dhe Aldorës, edhe Aldora ka qenë e pranishme në studio, motrën tjetër se kam takuar asnjëherë, po. Përshëndet edhe onën fort. Pucet të voglin Ertila. Ka ndonjë gjë për të thënë apo? Gabrielin ma puth shumë se ti e di që ta them çdo ditë. Të du shumë motra. Të du shumë, të dua motrosh. Që të dëgjova zërin dhe në radio. Ku jemi, u emocionova prap. Sigurisht mrekullueshme, Elon të du fort, je fantastike. Gjithashtu, faleminderit ty. Natën e mirë. Ertila ishte këtu, ka publikuar një këngë, gjithashtu pjesë e Top Awards, shumë i bukur ishte klipi. Nuk e dia do ma pegoj, Danja tha të gjithë të gjën e fundit, sa ajo më stilon, tha ajo më vesh, ajo më sugjeron, ajo më shkruan tekstet. Duket sikur je kështu multitalentit që nuk të kemi njohur aq shumë Danja. Pse kaq modeste në gjërat e tua? Pse kaq të duhesh e Big Brother për të dëgjuar? Patjetër që më duaj. Është një dritare e madhe që tregon se sa apo se ku je ti me dimensionet e tua. Po unë jam natyrë modeste, nuk e shbën dot natyrën tënde.
Domethënë unë s'kam bërë, gjithmonë e kam këtë gjë që po ç'a bëra unë s'bëra ndonjë gjë të madhe. Bëra një gjë që e mendova që ishte shumë e bukur, e bëra dhe ja ku është. Pra ti mbetesh tek e bukura, një tekst i bukur, një stilim i bukur, një veshje e bukur. Por një nga gjërat që më bëri mua përshtypje kur ishte 1 prilli, kalimi nga divani blu tek divani i kuq për të disa të vërteta dhe disa të gënjeshtra. Dhe unë dua të të pyes, kur u tha Danja së shpejti do jetë pjesë e produksioneve kinematografike të Top Channel, është e vërtet apo është jo e vërtet, gënjeshtër? Tani, unë nuk dua që të flas për momentin për këtë gjën, edhe pse do ishte shumë ka diçka të flisja për këtë, po ka diçka aty. Ka diçka aty. Ka diçka. Edhe aktore domethënë. Ta shohim, ta shohim. Uroj gjithë mira. Faleminderit. Wow. Uroj shumë që të jetë gjëja e duhur për ta biseduar edhe për çdo gjë tjetër me radhë. Po mi nga e dini ti unë sapo gjithë? kam dalë dhe akoma nuk S'di ku je akoma. S'di ku Po jam, mi nga e akoma dini nuk ti e juve di. që shkuat gjithë ke divani ku që ishte e vërteta? Po nuk e di, ata më shikonin mua, unë shikoja ata, unë thoja si dihet, mos më kanë parë që jam i çik kështu si e lezetshme. Po, më vjen shumë mirë Danja, Dhe qofshin të gjitha të bëjnë ndonjë vërteta. ofertë, nuk shumë faleminderit nga ana jote. Kush ishte më i vërtet, divani i kuq apo divani blu? Divani i kuq e pa diskutueshme. Po pse janë të gjithë jashtë? Po shiko, ata që e kam thënë edhe aty që të mirët i merr loja. E pas ke ndryshuar, se larg qofti. Jo, të mirët i merr loja, kam thënë, çka kanë pas shpirt mirë këtu i mori loja, mirupafshim, shëndet. Ndërsa më saktë i nxjerr loja. Ndërsa ata për shembull po të shikosh, ndodhi e fundit që finalist janë ata të divanit blu. Siç ndryshe u tha që do han kokat e tyre. Po s'ka marrë loja, do t'i hanë shtunën. E qartë, patjetër se vetëm një është fituesi, por edhe ata që kanë mbetur, që janë finalist, kishin një marrëdhënie goxha simpatike me njëri tjetrin, që do thotë Lajer dhe Rozi dhe nga ana tjetër Gjesti me Eglin. Kështu që ata i kanë dhënë situata njëri tjetrit në mënyrë të vazhdueshme, gjë që divani i kuq nuk është se ushqua për këtë. E kuptoj. Unë personalisht kam hyrë në atë shtëpi dhe në atë lojë si një daj me gjithë vërtetat e veta, ashtu siç besoj shumica për banorëve kanë qenë të vërtet. Unë këtë nuk e vë fare në diskutim, se nuk dua të shquaj veten mbi çdo kënd aty. E kuptoj. Por kam hyrë me atë moton e vjetër, e kam përmendur dhe aty që ky format do të jesh vetvetja. Edhe ne aty tek divani i kuq, shumica kemi qenë shumë vetvetja, me thënë, më shumë se ç'duhet vetvetja. Mbase kjo ishte gjëja Jo, që do thosha që mund të jesh disa ditë, disa javë, po pastaj do dalësh tek e jotja edhe sikur delte boshti jote t'ja mbash. E kuptova. Dua të komplimentoj gjithashtu ose më saktë dua të të pyes se është më shumë e vështirë kur ti brenda nuk ke një histori roz, një histori ngacmimesh, një histori, me thënë ti, Gerta Gixhari, Rozana Radi, 3 vajza shumë të forta që u afruat gjysmë finale. Zakonisht një histori dashurie, një lidhje brenda shtëpive Big Brother ka zgjatur shumë, madje shumë kanë fituar të shkojnë edhe në finale, gjitha me radhë. E vështirë ishte ti rezistoje. Tundimit për të patur një situatë amoroze. Jo, se ka njerëz që e kanë zgjedhur dhe për lojë, jo? Domethënë ka një lidhje jashtë që ti e ke respektuar edhe shumë bukur dhe shumë mirë, po kur kanë hyrë aty brenda kanë bërë ca kompromise që shikoj se unë flas edhe në edicionet e shkuara, po ti stoike dhe ti djali je fatlum. Thank you baby. E di. Tani, ku është? Aty me mua gjithkohës. Tani, gjëja është që vërtet ka një farë rëndësie shumë të madhe kjo situata amoroze, fakti që ti bashkëjeton me njerëz aty në shtëpi, me meshkuj, ndodh që nuk e vën dyshim për ato që kanë qenë banor edhe më përpara në atë shtëpi, pra në edicionet e shkuara, që mund të kenë patur pëlqime që kanë ardhur natyrshëm. Në këtë edicion ka qenë pak e çuditshme gjëja, ne kemi ulëritur dhe brenda dhe unë dhe Rozi dhe Gerta, po edhe banorë të tjerë, që çfarë po ndodh me këto lidhjet që krijohen këtu, sepse duket sikur janë kryesisht për lojë dhe nuk ka një gjë të vërtetë aty.
Ashtu rezultuan Danja? Besoj që për ata ka patur momente të vërteta, ashtu si thamë edhe më përpara, për aq shumë ditë nuk ka se si të mos dalësh te boshti jote dhe të mos tregohesh vërtet kaq ndjenjave dhe natyrës, po mendoj që kryesisht ka qenë nuk kanë qenë dhe aq sinqerta. E kuptova. Tani më thuaj cili është udhëtimi që do bësh në çift pasi dole nga Big Brother dhe ku do shkosh? Po do shkojmë në Milano, dua të takoj ti me motor dhe Nipin se s'bën. Kështu që ai është udhëtimi i parë që unë do bëj. Okej. Shkojmë te publiciteti i fundit dhe kthehem për pak minuta tjera me Danjën. Kam në duar produktin më të ri nga Amis Beauty, për të rejat më të fundit e gjeni në Instagramin Amis Beauty në Kosovë, por gjithashtu ks.Amis Beauty në Kosovë dhe Amis Beauty në Shqipëri. Është made in Italy ky produkt, kjo shampo pastruese kundër zbokthit me ekstrakte organike, hithre dhe mërsine, pastron në mënyrë delikate skalpin e kokës dhe flokët duke hequr papastërtitë dhe gjurmët e zbokthit. Ky është Amis Beauty, produkti më i ri, të cilin ju sugjeroj shumë ta keni në shtëpi, sidomos ata që kanë probleme me zboksin. Unë jam duke e përdorur në vetë parë dhe është fantastik. Nga ana tjetër, Max Optika në koleksionin Spring Summer 2025, ju i dini të gjitha uljet fantastike që rrjeti më i madh i dyqaneve në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoninë e Veriut sjell për skeletet optike ka minus 50%, por edhe në koleksionet e reja gjeni veten me ofertat më të mira. Me Danjën. Këta ishin finalistët e tu? Ka qenë Gerta. Ndryshe? Jo Egli, po. Afroj pak mikrofonin se më. Ka qenë Gerta dhe jo Egli, po këta ishin finalistët e mi. Pse erdhën këta deri në finale, Danja? E pak fjalë gjithë secili. Po Laerti dhe Rozi kanë qenë dy personazhe, goxha personazh në shtëpi, që do thotë aktor, dhe kjo gjë i ka ndihmuar shumë në situata të caktuara për të shpalosur edhe talentin edhe të gjithë bagazhin e tyre brenda shtëpisë. Emocionet forta kanë dhënë, kështu që domosdoshmërisht i përkisnin finales. Gjesti ka bërë një lojë unike, ne e kemi thënë shpesh aty, dhe lojë unike flas për gjithë naturalitetin e tij. Ndërsa Gerta për mua ishte shumë persistente në gjithë rrugtimin e saj, të zhurmshëm, por me dinamika të forta hera herës. Këto ishin finalistët e mi. Egli? Që në rast se do ishin 5 do përfshija edhe veten normalisht, po këta të katërt i kam fut në mënyrë të padiskutueshme dhe pa bërë qoka. Jo më kodo mërzita në atë kohë, sepse e shikoja shumë pastër këtë gjë. Hajde të themi të vërtetat, se këtu jemi për të vërtetat. Dhe kush bën më mirë, le të bëjmë më mirë. E kuptoj. Kush mendon dhe kush duhet ta fitoj? Apo i ke të dyja në një? Po, Gjesti ka dhënë shumë dinamik në shtëpi. Jam e bindur që edhe me që kam parë jashtë, normalisht ai ka një farë target grupi që e favorizon shumë. Ka qenë i natyrshëm, vjen nga një rrugtim tjetër që ne shpesh, me të drejtën, ne kemi qenë shumë empatik kaq i tij, që okay se ky ka vuajtur atje ku ka qenë, edhe po vuan dhe këtu brenda, domethënë që s'kishim pse domosdoshmërisht ta bënim këtë punë, po gjithsesi është ngarkesë e madhe, ka qenë ngarkesë e madhe për atë. Kështu mendoj që unë them që ai e fiton. Siç e thash edhe kur dola. Po, i qëndron të njëjtit mendim. Po, i qëndroi të njëjtit mendim. Rozi ka dhënë gjithë dinamikat e saj, po mendoj që ky ka qenë pak a shumë gjetje, ka qenë një tjetër rast. Prandaj mendoj që ndoshta krahasimisht me Rozin, ky ka këtë avantazhin. Ka shumë komente në rrjet. Patjetër që edhe Rozi ka dhënë gjithë shpirtin e saj aty brenda. Ka komente shumë në rrjet, Danja, që ajo që ka ndodhur të shtunën mbrëmë, që ishte shumë duar mes Gjestit dhe Jozit, skandaloze, ndoshta e ka favorizuar ndjekësit, votuesit për t'i dhënë fitoren Gjestit. Ndan të njëjtin mendim apo duhet të bazohemi në rrugtimin e gjatë dhe jo vetëm në një moment? Rrugtimin e gjatë ja kemi parë. Unë e kam parë dhe atje brenda. Jo më kohë të them këto që them. Por ai momenti mendoj që ja ka dhënë në kështu si kup. E kuptoj. Pa e marrë ende fitoren. E kuptoj. Ja ka dhënë paraprakisht, sepse është e gjithë empatia e ndjekësve që ai mund të ketë jashtë, që i japin të gjithë shtysën që hey,
ndodhi çfarë ndodhi, po ti je këtu për fitore, kështu që jepi forca. A u mërzita që si në finale? Siç e thash edhe më herët, jo vetëm unë, po edhe disa lojtarë shumë të mirë atje brenda e kanë aspiruar finalen. Mendoj që rrugtimi im ka qenë shumë dinjitoz. Ka qenë i papërfshirë në situata që nuk mendoja unë që ishin natyrës time dhe nuk më favorizonin mua, kështu që për mua ishte njësoj si t'isha në finale. Sa e mirë. E jam e lumtur për çdo ditë që kam qenë aty. Ai format është një dritare e madhe për çdo që do të shpalos veten dhe do të tregoj se si jam unë, pa çka një vajzë Instagrami apo një çuni Instagram apo një personazhi që bën një punë që askush nuk e njeh mbase jashtë. Ne jemi të rastit VIP, po e kuptoj. Ti di si është kjo puna e VIP-it në Shqipëri. Domethënë, ne jemi goxha të thjesht përgjithsisht, nuk është se jemi nga këta me paparazzi apo të bredhim me Tani se e ndrit Mertirin. e ndrit Mertirin e kam. Përshëndesim shumë. Danja është i njëjti thjesht si unë. Çfarë ka next? Çfarë të pret ty tani? Diçka e zbuluam dhe na e the, po se di çfarë ke dëshirë të bësh ti apo do thjesht marrësh kohën tënde për të pushuar dhe ti mendosh mirë planet e të ardhme së afërt. Po patjetër. Nuk është se e vras shumë mendjen për të pushuar. Mendoj që kam pushuar boll në kohën kur kam qenë larg televizionit. Unë televizionin e kam të rëndësishëm, e dua fort. E kam kuptuar sidomos vitet e fundit që nuk bën dot pa. Po, më ndrin e ylli. Kështu që jemi këtu për gjitha projektet e radhës edhe jam shumë e lumtur që do t'i ndaj me juve të gjithë. Pra edhe kinematografi, edhe muzikë, edhe modeling, edhe televizion. Do t'i bëjmë Danja tash mos. Po do t'i bëjmë gjithë atë. Po ti bësh edhe ti shkon qel të gjitha. Po tash modelen se kam bë. Këto tjera çoku nga pak. Faleminderit shumë që ishe me mua sot. Je vërtet vajza me yllin ballë dhe unë uroj të të shkoj mirë çdo gjë. Përshëndetje familjarët e tu. Babi dhe Vita ç'a than? Babi dhe Vita u kënaqën shumë. U kënaqën shumë. Në shtëpi, babi më tha bab. Më ke rritur një plumb, tha. Se kur i ka nga shtëpia ishte kështu që, shiko, të shkofte mbara, më tha. Po me frikë kam këtë punë, kupton, nuk e kishte shumë pikë pyetje. U kënaqa shumë, prandaj them që unë finalen time nuk e kam në zemër, e kam në mendjen time, e kam në gjithë rrugtimin që kam bërë, edhe për gjithçka që produksioni dhe topi më ka dhënë, kështu që kur hapa derën thash, hey, dhe më tha që bab më ke nderu, i thash po ka më bukur të bësh zemrën më atë, po patjetër. Tani lidhja që u bë kaq publike ka hapa të tej të rëndësishëm, më e qartë. Ku gjum bashkëtesa, këto më se thash, kafet e vogla, kafet e mëdha. Ditë të them që ne jemi bashkë gjithkohës, po e kam parë që është bërë çike madhe kjo puna me Redin dhe nuk e prisja se aty brenda ju nuk e kuptoni, po ti jeton në shtëpi me ato kamerat. Redi shpëtimi. Po shpëtimi. Të gjithë tu mes nesh kanë qenë. Dhe ne flisim me njëra tjetrën si tishim kafe, kupton, po me sa duket jashtë. Po patjetër. Do më duhet ta ulë çik. Gjërat janë për mirë. Po, gjithmonë. Më thonë që duhet ikem urgjent. Faleminderit që ishe me mua sonte. Faleminderit shumë Danja. Ty që më ftove. Do takohemi në transmetime të tjera deri më gjatë. Është fantastike, shumë natyrshëm, shumë me shpirt. Kështu që faleminderit. Faleminderit dhe ju që na dëgjuat në radio edhe në My Music. Natën.